jeta, ashtu si nuk do, ashtu të vinë gjërat me përfundu. Nëse na vi, nuk e di që shepranojnë kjo, se su shepranojnë, për momentin do me thonë, fjallën që jo, që thu ti, unë se bëj shoqën dashur, është thjesht maksimumi 90% e vërtet për ty, se edhe ti e the shumë mirë, të ardhme si dihet si vjen situatës. Nuk i dihet, po. Për dashni do thyj edhe rregullin që shoqen do e bëje të dashur, për dashni. Për dashni flas. Po, e supozojmë, ja të lind një dashni e madhe për Esterin, e supozojmë. Unë ja thëmë ngoj edhe nuk rri me ta mo. Si? Nuk vazhdoj me najt me ta, nëse nuk e pranon. I të mesi jetu më pëlqy, të më pëlqy, kom nis me pas një gjemë për ty, e shët që se pranon, dhe shjargona. Jo, nuk më kuptove tani, unë flas për diçka tjetër. Ti the që shoqen nuk e bën dot asnjëherë të dashur. Shoqen nuk e bën asnjëherë dashur, po, unë për vetë, po. Tani pyetja ime, në rast se pikërisht e shoqja, shembullin konkret Esteri, e supozoj unë, pyetje me supozim është, dhe me thënë nuk e bëj fakt kryer. E supozojmë që mbas disa javësh, ti fillon edhe ndjen dashni për Esterin. Po, more që thua. A do e bëje dashur në rast se ndjen dashni? Kuptohet në rast se pranon edhe Esterin. Se e ke shoqet ti këtë. Po çuditërisht bie dashni. Nga shoqe dashur. Ja, nuk besoj. Po çuditërisht lind dashnia. Ju do e mohoni dashnin. Jo. Ju do e mohoni dashnin vetëm për faktin se jeni shok-shoqe? Nuk shoh, nuk flasin klasive. Jo, s'kisha mujt me bo femën. Po dashnia. S'kishte mujt, pra tani hajde që. Shoqen s'munësh. Po me mohu Po dashnin. dush hajde jashtë. Se kisha mohu, Yll, hapo pak. kisha pohu, i kisha Po ti e mohon se shkaku se ti nuk krijo lidhje. Ja, s'kisha mujt me kriju me një shoqe. Hajde zem. Do, mëri. Nej, se nashta me Esterin kisha mujt me kriju se e kom shoqe për momentin. Nëse kisha bo shoqe të shpirtit, s'kisha mujt. Po nuk po flasim për shoqen e shpirtit, ne po flasim për shok-shoqe si jeni për momentin. Ja, për momentin, po, mas disave nëse kish lind, unë jam person që bëjnë dy faza. Nëse kam shoqe që kam Estrin që tash... Ju jeni shoqëri këtu, e fermos tani për momentin. Që po lindi dashnia... Kisha mujt, jo, unë kisha mujt. Po në momentin që e kam shoqe të shpirtit, kisha mujt. Ferme, nuk jeni shoqëni shpirti. Si? Unë duhet ta kem një gjë pastaj që të nisë. Po ajo dhe lind. Nuk është direkte gjithmonë me shikim parë. Ai madhi larg. Zoti e din. Ama tash për shembull për Estrin, Ama pyetja im për ju është, në rast se ju lind dashnia, a do ta mohoni të lidheni vetëm për shkakun se jeni shok-shoqe? Jo. Nuk do e mohoni? Jo. Super. Veç e kishin pohu. Nice. Gëzohem.